Lumi i Vjos në zonën e Novoselës po shënon një rritje të ndjeshme të nivelit të ujit, duke arritur gjatë mesditës së kësaj të mërkure kuotën 7.2 metra. Sipas të dhënave zyrtare, deri në orët e mesditës, dalja nga shtrati është regjistruar vetëm në disa zona të kufizuara pranë tregut të Novoselës, ku janë shkaktuar përmbytje të pjesshme pa pasoja të rënda për banesat. Shkak për këtë situatë janë rreshtit e dendura të shiut që kanë përfshirë zonën e Përmetit dhe Mëgjer, të cilat kanë vijuar për disa orësht. Këto rreshje kanë sjellë prurje të konsiderueshme në lumin Vjos, duke rritur ndjeshëm volumin dhe shpejtësinë e rrjedhjes së ujit. Siç po ndiqni edhe nga pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, ujërat kanë ardhur me intensitet të lartë dhe në mënyrë të vrrullshme, duke rritur rrezikun për përmbytje në zonat përreth lumit. Situata është ndikuar gjithashtu nga rritja e nivelit të disa lumenjve të vegjël dhe prenjve që shkarkojnë ujërat e tyre në Vjos. Si pasojë e rreshjeve të vazhdueshme, këto prurje dytësore kanë ndikuar drejt për drejt në rritjen e nivelit të lumit kryesor, duke bërë situatën edhe më problematike. Nga informacionet nga Përmeti bëhet me dije se rreshtet e shiut kanë vijuar me intensitet të lartë gjatë orëve të fundit. Kjo pritet të sjellë rritje të mëtejshme të nivelit të Vjosës gjatë orëve në vijim, veçanërisht nëse kushtet atmosferike nuk përmirësohen. Autoritetet paralajmërojnë se kulmi i prurjeve mund të ndodhë në orët e mbrëmjes ose gjatë natës, çka e bën situatën të ndjeshme dhe që kërkon vëmendje të shtuar. Lumi i Vjos vazhdon të sjellë prurje të shumta në territorin e zonës Novoselës, sikundër po ndiqni edhe nga pamjet që vijnë të filmuara pas meje. Aktualisht niveli është në 7.2 metër, ndërsa gjithçka do të varet edhe nga prurjet që do të vinë nga zona e Gjirokastrës, aty ku kanë rënë rreshje me intensitet të lartë. Për momentin situata është në alert këtu në zonën e Novoselës, ku lumi Vjos vijon pra, siç kundër e thash, të sjell prurje të konsiderueshme të ujrave, ndërsa orët në vijim do të jenë kritike nëse do të kemi një sasi të madhe të rreshjeve që do të vinë nga rajoni jugor, aty ku edhe Vjosa merr udhëtimin e saj për të ardhur në këtë territor ku gjendem në zonën e Novoselës e për të vijuar më pas derdhje në det. Ndërkohë, autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile u bëjnë thirrje banorëve të zonave që preken nga dalja e lumit Vjos nga shtrati të tregojnë kujdes maksimal dhe të marrin masa paraprake. Banorëve u kërkohet të qëndrojnë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet përkatëse që të ndjekin edhe njoftimet zyrtare. Sipas autoriteteve, orët e ardhshme mund të jenë kritike, veçanërisht nëse rreshtet e shiut vazhdojnë edhe në zonën e Gjirokastrës, e cila ka ndikim të drejt për drejt në prurjet e lumit Vjos. Banorët e zonave të ulta pranë lumit këshillohen të jenë vigjilent, të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të marrin masat e nevojshme për sigurinë e tyre dhe të familjarëve. Kjo është era e dytë brenda një periudhe të shkurtër kohore që lumi Vjos del nga shtrati, duke krijuar shqetësim dhe frikë tek banorët, kryesisht në zonën e Novoselës dhe në fshatrat që ndodhen përtej lumit. Banorët nga ana tjetër duken se janë alarmuar, pasi përmbytjet e përsëritura rrezikojnë tokat bujësore, baktit dhe në raste të caktuara edhe banesat. Autoritetet theksojnë se situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe se strukturat janë në gatishmëri për të ndërhyrë nëse niveli i ujit do të rritet më tej.